Presidenti i Partisë së Lirisë Ilir Meta ka kujtuar një vjetorin e konventës së kësaj force politike. Përmes një audiomesazhi nga qeveria, Meta thotë se në këtë konvent u përcaktua rruga e 5 prioriteteve madhore, që janë sot të integruara në programin qeverisës të opozitës për zgjedhjet e 11 majit. Sot 2 javë para zgjedhjeve historike, programi ynë është i mirë integruar në programin e Aleancës për Shqipërinë Madhështore. Është programi i çlirimit nga super taksat e regjimit, që do sjellë një liri tjetër ekonomike dhe konkurrencë zhvilluese. Është programi që mbështet shndërrimin e Shqipërisë në fuqi prodhuese dhe eksportuese, duke hedhur në koshin e plerave modelin çnjerëzor të narkoekonomisë. Meta deklaroi se më 11 maj shqiptarët do të votojnë për familjet e tyre, Shqipërinë Madhështore dhe për mbështetjen e prodhimit vendas. E kundër Ballkanit të hapur, që falimentoi fermerët, ai theksoi se kanë mbetur vetëm 2 javë nga përmbysja e narkoregjimit. Edhe 2 javë drejt ditës më historike të ndarjes me narkoregjimin e instaluar nga kukulla e Sorosit, që në dëshpërim thellë nga disfata që e pret sillet në mënyrë të papërgjeshme duke keq përdorur fëmijët dhe duke i ftuar ata të shohin lakurisinë e tij, që grumbullon me detyrim gratë e punësuara në administratë për të ofenduar burrat e tyre dhe për të përçarë familjet shqiptare, që si katili vërtet fyen të gjithë ata, prindër e fëmijë, që ndeshen me heroizëm çdo ditë me pasojat e autizmit. E këtë e bën vetëm nga paniku i humbjes pashmangshme të pushtetit të vjedhur me banda. Meta e mbyll reagimin e tij me një mesazh për qytetarët. Jam i bindur se ju do të bëni më të mirën për fitoren Aleancës për Shqipërinë Madhështore në 11 maj. Dhe jam akoma më i sigurt se rezultati ynë do jetë një kontribut madhor për këtë fitore në Tiranë së pari, e kudo në çdo qark. Në 11 maj ndahemi përgjithmonë me Shqipërinë eksperimentale të kukullave të Sorosit.